Po ashtu kemi parashikuar rregulla shumë të qarta për konfiskimin për interes publik apo për strehim social. Dhe çdo ndërtim që do të shkel lejen në masën mbi 2%, 2% që konsiderohet në praktikën ndërkombëtare si një masë e rësyeshme ndryshimesh gjatë procesit të ndërtimit, do të konfiskohet për interes publik apo për strehim social. Dhe nga ana tjetër kemi bërë dhe një dallim që deri në masën 10%, pra midis 2 dhe 10, konfiskohet vetëm ajo shtesë. Edhe përdoret ajo sipërfaqe, qoftë për t'i dhënë të pastreve, apo qoftë dhe për zyra për shtetin. Mbi masën 10% konfiskohet totalisht ndërtimi. Ky ishte një tjetër blok i risive. Dhe ky blok pastaj vazhdon me disa problematika të tjera që janë punimet e filluara dhe të papërfunduara, për cilat ka përfunduar afati i lejes ndërtimit për më shumë se 5 vjetësh. Kemi parë në për qytetet ndryshme, një godin atje, rri atje në mes qytetit, edhe bëhet edhe si vend me probleme, kështu që të gjitha këto, sipas këtij akti ligjor, do prishen, do konfiskohen, apo do të vendosen procedura për t'i përfunduar në rast se do shfaqet dikush që i ka lënë në atë gjendje dhe që do të sjellë garanci që mund t'i përfundojë.